Kjo e hënë ka shënuar nisjen e punimeve për investimin e Bashkisë së Shkodrës në rrugën paralele përgjatë pedonales në plazhin e Velipojës. Kryetari i Bashkisë Benet Beci, i pranishëm në nisje të punimeve, në prononcimin për mediat u shpreh se ky është një investim i rëndësishëm, i kërkuar prej kohësh nga vetë bizneset. Është një nga investimet më të kërkuara, rruga paralele me shëtitore, në cila lidh shumë biznese. Në fazën e parë, për të mos prishur edhe pjesën e aktivitetit rreth 800 metra, zonë që është e liruar, mendoj brenda një muaji në 800 metra ne do të kemi realizuar investimin. Investimi është më i gjatë, vazhdon deri në 1.6 kilometra. Dhe gjithë kjo përfshin lotin e parë të investimeve të Bashkisë Shkodrës që bën në Velipoj, konkretisht në rrugën më kryesore në funksion të bizneseve. Kryebashkiaku Beci ka zbuluar edhe detaje të tjera të këtij projekti, i cili përfshin edhe korsi biçikletash, si dhe një hapësirë të gjelbër ngjitur me pedonalen. Projekti ka rrugën e biçikletave, ka pjesën e një parku të gjelbër në krah të rrugës, po kështu dhe gjithë infrastrukturën nëntoksore në funksion të ujrave dhe të ndriçimit. Paralelisht me këtë investim, i cili parashikohet të përfundojë fazën e parë në fund të muajit qershor, Bashkia e Shkodrës po vjon edhe sistemimin e brezit ranor, hapësirave publike dhe elemente të tjerë infrastrukturor, në mënyrë që plazhi i Velipojës të jetë gati për të pritur pushuesit. Velipoja mbetet pika kryesore e turizmit gjatë sezonit veror në Bashkinë Shkodër.